patjetër Atletico Madrid, patjetër dhe Bayerni. Okej, më pas kemi Real, City, ti thua Reali? Jo, patjetër Logjika ta do, por logjika ta do, por e pati në dorë Vinicius ta si thua ti vinte vullën me atë penallti, por ja që e gjuajti me shumë tangërllik edhe me shumë unë mendoj që Reali, po mendoj që Reali. Bodo Glimtin e tham, Parisin s'po të pyes kot se si frankofile, frankofon, edhe frances me pasaportë është kot të pyes, Leverkusen Arsenal. Leverkusen Arsenali. Arsenali. Okej, pra ky është parashikimi i Bakut. Ndërkohë Baku, do kaloj pak tek Abisnet Superiore. Java e kaluar, ose fillim java e kaluar Partizanin poshti Dinamon. Çfarë po ndodh me Dinamo, Baku? Po të pyes edhe si gazetar mbi të gjitha, por edhe si person që je mbështetës ndër dekada i Dinamos. Çfarë ka ndodhur me Dinamo? Dinamo është nuk e kuptoj çfarë ndodh te Dinamo, sepse i ka të gjitha për të mos dështuar, po shkon në drejt dështimit, është e pa imagjinueshme, ishte nuk e di sa pikë përpara ishte para Partizanit, edhe ja sot është 3 pikë mbrapa, edhe në gjysmëfinale ka një gjysmëfinale shumë të vështirë me Vllaznin në Kupën e Shqipërisë, kështu që po vazhdoj kështu, nuk e di, duhet kërcasin tavolinat aty, duhet se kuptoj. Se nuk kuptoj se për shembull Tirana ka pasur probleme financiare. Dinamo nuk i ka. Thonë që dhe Tirana nuk ka probleme financiare. Nuk ka më, ka pasur dikur dhe shpjegohet dhe historia, por Tirana kur ty të largohet një futbollist që erdhi me buj në janar, tregon që ka një keq menaxhim perfekt aty. Kurse Dinamo duhet të ketë probleme të brendshme, se nuk e kuptojnë ndryshe. Një ekip që i ka kushtet optimale. Do të thonë si një ekip tamam si t'jesh jashtëri, do të thonë. Por nuk është vetëm Dinamo e tillë që i ka kushtet, është dhe Gnatja, është dhe Elbasani, është dhe Partizani, është dhe Teuta. Po me që pyete për Dinamo, sepse Dinamo ishte, e kupton, ishte ne të gjithë, unë i parë, po të gjithë ne nuk e diskutonin Dinamo në final 4. Kështu që duhet të ketë disa probleme të brendshme, mendoj unë, dhe janë ende në kohë për t'i shteshuar, sepse janë në luftë për të dy objektivat, edhe për t'u futur në katërshe, edhe në Kupën e Shqipërisë. Por shikoj një Partizan të jashtëzakonshëm. Dhe patjetër që kjo ty të kënaq shumë. Shikoj një Partizan që ka ndryshuar fytyra. I kanë dështuar. Kjo duhet thënë është merit e Kërnajës, duhet pranuar shumë kush e kritikohen për stilin e tij, për atë temperamentin e tij. Përveç me që kanë besuar që në fillim, 180 gate kanë ndryshuar dhe është vetëm dora e Kërnajës. Dora e trajnerit Kërnaja dhe një merkato fantastike. Tash i ke qef ta shikosh Partizanin. Partizani nuk ndërtonte asgjë. Kur e mori në javën e 6, Kërnaja ishte aty, ishte gjithë edhe optimisti më i çmendur i Partizanit me ty në krye, nuk do ta mendonte që Partizani do ishte ndoshta edhe vetë Kërnaja nuk do ta mendonte. Po dëgjoj, Kërnaja tha që atëherë ky Partizan është për final 4, interesant, ëh. Okej. Ndërkohë Baku, 2 javë pa një ditë. Në ndaj nga data 26. Nga Varshava. Një finale shumë e madhe për një vend të vogël me një futboll modest, një finale shumë e madhe ku patjetër që është një mision shumë i vështirë, por unë kam përshtypjen që Shqipëria sot ka një kombëtare që në një ditë të mirë, kjo si thua, nëse do ta gjejmë dhe kundërshtarin në një ditë jo fort mirë, i kemi të gjitha mundësitë për të luajtur pastaj
atë finalen e madhe në Valencia. Dakor, jam po ndalim pak Baku te dëmtimet. Dje se ka një shput i vogël, po të telefonojnë kolegun Baku. Do lidhemi sërish me kolegun Radio Tiranës Baku. Baku, jemi sërish, nuk ka problem, gjëra që ndodhin. Probleme e madhe që kemi në të momente janë disa lojtarë që janë të dëmtuar. Çfarë informacionesh ke për gjendjet e tyre? Po sulmin e kemi të dëmtuar. Të dëmtuar që nuk rikuperohen thua, po mundet të? Broja, Daku, është dëmtuar dhe Manaj, unë uroj që të rikuperohen. Thash, lajmi shumë i mirë që kemi portën e bliduar, mbrojtja, kemi një Ernest Muçi në flak. Nëse do ta grumbulloj. Po, do t'ishte idioti më i madh dhe i mundshëm nëse nuk e grumbullon, se di. Sepse aty ka 2-3. Pra, dëgjoj, mirë po ne kemi, mund të luaj shumë mirë Uzunin në si pyk pastaj, kupton? Uroj që këto mungesa, këto dëmtime, lojtarët e dëmtuar të rikuperohen dhe të thash, unë dua që në 31 mars kombëtarja të shkojmë ose në Valencia ose në Stockholm, sepse nëse kalon Ukraina shkojmë në Valencia, nëse kalon Suedia patjetër na pret në Stockholm, por thash, është shumë e vështirë, po jo e pamundur, sepse për këtë kombëtar nuk ka asgjë të pamundur. Okej, kë pret të thras Silvinho? Cilin emër sipas teje përveç Muçi që kemi folur të gjithë, kush duhet të jetë dikush tjetër që duhet thritet? Kush duhet thritet? Po, nëse këta sulmuesit janë të dëmtuar, mund të thritet Shpendi. Okej. Mund të thritet Shpendi, që është një alternativë shumë e mirë. Kaq, po besoj që do rikuperohen. Se Manaj nuk ishte një problem shumë të rëndë, domethënë. Edhe Broja patjetër nuk do të ketë minuta, e kupton. Po boll tjetë aty i aftë, qofte sepse është një farë presioni, kupton. Dgjoj, presioni do të jetë mbi polakët, thimi. Dhe nëse ne arrim si thua të avancoj loja 15, 20, 25 minuta etj, do të jetë kryevepër, por mbetet për të parë. Okej. Ervin Baku, shumë faleminderit, kënaqësi gjithmonë bisedoj me ty, të uroj një fundjavë të mbartë. Përshëndes. Fundjavë të mbartë edhe ty. Ishe kolegu Ervin Baku në këtë bisedë. Okej, këto ishin materiale kishim zgjedhur për të hapësirë kohore dhe për këtë javë, për lajmet më të fundit nga vendi, rajonet e bota. Shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Programet tona mund të ndiqni edhe në radio në frekuenca 105.7 MHz. Mos u largoni, pas pak vjen kolega Nensi Islamukaj për zhvillimet kryesore. Bashkë do shihemi sërish të hënën në orën 12. Deri atëherë, kalofshi një fundjavë sa më të bukur. Shkarko